Me kërkesë të Ministrisë së Punëve të Brendshme, seanca gjyqësore në kuadër të vazhdimit të procesit gjyqësor për rastin Lagja e Trimave, që ishte caktuar për sot kur edhe mbushen plot 2 vjet nga ngjarjet në këtë lagje të Kumanovës, është shtyrë, njofton Meta. Nga MPB deri më tani nuk ka informacion se cilat janë shkaqet e kërkesës për shtyrje të seancës së sotme për rastin Lagja e Trimave. Vendimi për zgjedhjen e Talat Xhaferit për kryetar të kuvendit sot është publikuar në gazetën zyrtare. Me këtë fillon të rrjedh afati i caktuar prej 10 ditësh në të cilën presidenti i shtetit duhet t'i dorëzojë mandatin për formimin e qeverisë së re liderit të LSDM-s Zoran Zaev, i cili i dorëzoi në nënshkrime të 67 deputetëve si dëshmi për një shumicë parlamentare. Përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Federica Mogherini, sot përmes një video mesazhi uroi Ditën e Evropës dhe tha se ardhmja e BE-s është zgjedhje e çdo qytetari dhe se ka një rëndësi të madhe për mbar botën, por se situata në BE nuk është as pak e përkryer dhe se nevojiten ndryshime të domosdoshme.